Ministri Mjedisi Sofjan Jaupa zhvilloi një vizitë në landfillin e Bajkaj ku po merr formë një nga investimet më të rëndësishme për menaxhimin e integruar të mbetjeve në jug të vendit. Projekti do të sigurojë zgjidhjen afatgjatë për trajtimin e mbetjeve për 12 bashki të qarkut Gjirokastër dhe zonës Vlora Jug, duke garantuar kapacitete përballuese deri në vitin 2040. Deri tani ka qenë një barë vetëm për pushtetin vendor, për bashkit. Tani qeveria po hyn në bashkëmenaxhim me administratat e landfilleve për të menaxhuar gjithë landfillet rajonale në mënyrë që bashkit të kenë opsionin që pagesat apo buxhetet t'i kenë për ndarje në burim, për grumbullimin e mbetjeve dhe për transport në landfillin final. Më pas, duke qenë se buxheti qendror do të jetë prezent në gjithë financimet për gjitha landfillet, makineritë, punonjësit, pagat e punonjësve për një riorganizim dhe një mirë organizim, kjo do të sjellë edhe një lehtësi në menaxhimin e mbetjeve. Bashkitë nuk do duhet të mbledhin vetëm mbetjet në qytet, por edhe në zona rurale që është një problematikë e madhe. Shpeshherë është kjo pyetja që sa herë bie shi, ne na mbushen lumenjt me shishe plastike. Po të mblidhen mbetjet nëpër zona rurale, po edhe njerëzit mos të fluturojnë lart e poshtë, nuk do kemi këtë problem se në fund ditës është aktivitet njerëzor ai që shkakton edhe këtë lloj ndotje. Ky projekt përbën një hap të rëndësishëm në përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë ndaj direktivave të Bashkimit Evropian për menaxhimin e mbetjeve dhe landfillet, duke forcuar kapacitetet vendore dhe duke mbështetur tranzicionin drejt një ekonomie qarkulluese të qëndrueshme.